Mësojeni një herë mirë, ja pajisjet shtëpiake që harxojnë më shumë energji. Pajisjet shtëpiake janë të domosdoshme, por edhe harxojnë energji. Pajisjet e kuzhinës janë ato që harxojnë energji më së shumti. Pjesën më të madhe të kilovatëve e harxon ngrohja dhe frigoriferi. Frigoriferi harxon më shumë se pajisjet e tjera sepse duhet të punojë vazhdimisht. Ai rritër kohën ndezur, andaj dhe harxon më shumë. Gjithashtu dushi harxon 60 kW në orë. Nëse gjatë gjithë kohës rri ndezur, llampat harxojnë 45 kW. Pas tyre vjen lavatriçja me 36 kW, hekuri, fshesa me korrent dhe në fund televizori. Televizionet me ekrane të sheshta harxojnë 400 W energji, ndërsa LCD ekraneve u nevojitet rreth 180 W energji.